Kjo tema e origjinës së plagës së braktisjes është e gjanë edhe ka pika të shumta të cilat na u mundum disa me i përmend, po du me ndalë edhe të një pikë që para disa ditëve me një mikesht time avokate e përmend edhe më la shumë përshtypje dhe patjetër duhet me marrë mendimin tonë, tha që shumica prej divorceve ndodhin nga frika, ta vinë për shembull gra ose burra dhe thonë po më tradhton partneri. A ki fakti jo s'kam, po unë po menoj që po më tradhton. Do me thonë e kanë të instalune xhelozin, friken, se pe tradhton, pe braktis, pe len, po ik, po ndahet, edhe kjo tha është arsyeja e këtë diskutimeve që vinë deri te divorci. Edhe mu më la shumë përshtypje, sepse nëse në një vendim kaq të rëndësishëm të jetës familjar e marrim me një frikë të patrajtune, atëherë është shumë serioze problemi. Jo, në esencë të këta persona të tillë, për shembull, nëse s'ka fakme, nëse s'ka kurrë, atëherë gjithmonë në esencë është kjo frika nga braktisja. Po, pikërisht prandaj edhe pyeta.